Pyetja e radhës është, thotë, kam një ves, namazin e vonoj shpesh. Nëse është drejka në ora 1, e fali kanë 3, dhe më ndodh shpesh kjo, ju lutem një sqarim. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Vonesa e namazit është në dy mënyra. Një vonesë është kur ti e vonon namazin, për shembull namazin e drekës e vonon derisa thirr ezani i kindijes. Kjo është më vetëm se ka hi koha i kindijes dhe ti se ke fal namazin. Kjo është një vonesë e cila nuk duhet që ti ta shpeshtosh këtë punë, se faktikisht ka me të bëj shprehi edhe ti më në kohën e drekës e fal një kindi. Tu është problem, do më thonën, nuk themi se namazin, inshallah, nuk ta bën Allah i kabul, por është problem sjellja jote dhe tërbia jote me ibadetin Allahun dhul xhelal. Puna tjetër është kur namazi vonohet në kohën, prej kohës e ezanit drekës. Pasi të hin koha e namazit drekës, në ora 2 me fal drekën, nuk është vonu ki me drekë. Në ora 3 ta falë drekën, nuk është vonu ki me drekë. Por themi drekën e ka falën vetë se ka falë me xhamat. Këtu është atë që ka unë du të tham, se personi mundet me qenë punë shtetit, në administrat, e kështu me radhë, ky person ndoshta nuk ka mundësi ta falë drekën në kohë, në ora 1, se është në punë, po kur del prej punës në ora 2 ose në 3, faktikisht hala drekë është, se koha e drekës është derisa s'ka thirr namazi, sa s'ka thirr ezani i kindijes, derisa s'ka thirr namazi i kindijes, me 3 minuta, me 4 minuta, deri ajo kohë është krejt namazi drekës. Me thirrjen e ezanit të kindijes dhe me hyrjen e kohës së kindijes, faktikisht shkon edhe dreka. E tash pika e parë e imja për pyetjen është, nëse është thirr ezani i kindijes dhe ti se ke fal drekën se je vonu, çka të bësh? Do ta falish drekën në kohën e kindijes, pastaj do ta falish i kindijen. Se duhesh me shku me radhiqe. Edhe kjo mos të bëj vaki, sepse kjo është namaz e me namazin nuk ban me lujtën. Kjo nuk është lojë se ndoshta ti ke pas arsyje, ke qenë punë, por mundohu që ta gjesh kohën bile ta falish namazin në kohë. E koha e drekës, nëse marrim vetëm tash drekën, sikur shembull që është edhe te pyetja, atëherë koha e drekës është prej ezanit të drekës kur in dreka e deri sa s'ka thirr ezani i kindis, kretë është kjo drekë. Por më e mira e të mirës për kretë këtyre është që ti namazin ta falish kohë që ti fitosh 25 gradë ose 25 derexhe ose me një transmetim tjetër 27. Në këtë rast ai cili e bën shprehi dhe ka vese dhe është vesveseli dhe për herë bëhet neglijent ndaj namazit, hajse do ta falë edhe pak, edhe e lën, hajde edhe nesit edhe pak, e vonon, hajde pas nesit edhe pak, edhe e shef personin fjalë se me muj ai ndoshta nuk e fal namazin e drekës në kohë me xhamat, por e fal për herë në atë vonesën që është koha e xhan. Pra prej mazrekës në ora 3, këtë rast themi mos lujni me namazin, sepse Allahu ju është kërcënu me fjalët e tina në Kur'an ku ju thot njerëzive fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Mirë për ata që falen edhe ndaj namazit të tyre nuk kanë kujdes. Pra mirë për ata që falen, faktikisht mos bimin atë fjalën e Zotit që Allahu neve të na mallkon dhe Allahu neve të na kërcënohet me këto fjalë nga ata të cilët je duke u fal, se tash e kemi fjalën për falësit të cilët falen, por namazin e tyre nuk e kanë me kujdes dhe nuk e falin në kohën ku duhet të falet. E koha ku falet namazi, kemi thënë dhe themi dhe do të themi, është në kohën kur falet me xhamat, kurse nëse s'mrin ta falish me xhamat, bërëm ta falish në kohë, e koha e drekës, sikur se tregom edhe më lart, është për kur të thirr ezani e derisa s'ka thirr ezani kindis, krit kjo është drek, e inshallah Zoti luçet tona dhe namazet tona kabul të na ban.